Mjalti nuk rekomandohet në temperaturë të lartë dhe në moshë të vogël, kështu shprehen nutricionistët, referuar ngjarjes së rëndë të ndodhur 2 ditë më parë në Vlorë ku një 4 vjeçar humbi jetën pasi kishte konsumuar mjalt. Sipas nutricionistëve, mjalti është një ushqim me vlera të larta ushqyese për metabolizmin, por përdorimi i tij duhet jetë i kujdesshëm veçanërisht te fëmijët dhe personat me alergji. Sipas tyre, në temperatura të larta zakonisht mjalti nuk rekomandohet në doza të larta, do të thotë që përtej të gjitha vlerave ushqimore që na jep, duke qenë se ka diku tek mbi 75% karbohidrat e të gjitha llojeve të sheqernave që ne marrim nga mjalti, marrim dhe shumë benefite, por zakonisht në temperatura të larta, sidomos tek fëmijët, nuk rekomandohet mjalti. Do të thotë që deri në 1 vjeç, 1 vjeç e pak, mjalti nuk përdoret asnjëherë, pasi mund të jap bllokim të rrugëve të sipërme dhe më tej përdoret në doza të vogla. Sipas nutricionistëve, mjalti në mosha të vogla nuk rekomandohet më shumë se 1 lugë kafe, por dhe ai i përzier në çajin e vakët. Kështu që me simptoma në një kohë viroza çdo gjë duhet të merret, por duhet të merret me mas. Nuk mund të kalojmë më tepër dozën e përdorimit të mjaltit, sidomos tek fëmijët, sipas nutricionistëve. Sipas tyre, tek individët të caktuar, mjalti mund të shkaktojë reaksione alergjike, sidomos ata që janë alergjik ndaj polenit apo selenit. Reaksionet nga mjalti mund të shfaqen shumë shpejt brenda 5-6 minutave dhe përfshin simptoma si marramendje, fryrje të buzëve, fytit apo bajameve, të përziera, dhimbje barku, dhimbje koke, ndërsa në raste të rënda këto reaksione mund të jenë dhe të rrezikshme.